Në Himar u vendos në punë impjanti i ri i trajtimit të ujrave të ndotura, një investim që synon të ndalë derdhjen e ujrave të patrajtuara në detin jon, si dhe të mbrojë mjedisin bregdetar. Projekti financohet nga qeveria gjermane përmes Bankës së Zhvillimit KFV me 42 milion euro, si dhe nga një grant prej 4.2 milion eurosh i Bashkimit Evropian përmes UEBIF, ndërsa zbatimi lokal kryhet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Në ceremoni morën pjesë përfaqësues të Bashkëpunimit Gjerman për Zhvillim, si dhe përfaqësues të institucioneve vendore. Impjanti është pjesë e programit të 4 të furnizimit me ujë për zonat rurale, që pason fazat e mëhershme, të cilat kanë garantuar furnizim të vazhdueshëm me ujë për mbi 160 fshatra në vend. Kjo fazë përfshin investime në Himar dhe Orikum për ndërtimin e rezervuarve të rinj, rrjeteve të shpërndarjes dhe instalimin e matësve të ujit në disa fshatra të zonës si Vuno, Jal, Livadh dhe Qeparo. Për drejtoreshën për Shqipërinë në Ministrinë Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, zonjën Marion Flauth Lefering, ky impjant është një hap konkret për menaxhimin e qëndrueshëm të ujrave të ndotur, si dhe mbrojtjen e mjedisit përgjatë gjithë bregdetit shqiptar. Ai do të sjellë përfitime të drejtë për drejta për banorët dhe turizmin, duke e bërë Himarën një shembull të zhvillimit të gjelbër në rajon. It's a pleasure for me to visit this important project of German-Albanian cooperation today, which is a key example of our joint efforts to promote sustainable municipal infrastructure and environmental protection along the southern coast of Albania. I would like to thank all partners involved. Pervin Gjikuria, sekretari i përgjithshëm i Bashkisë së Himarës, e cilëson këtë impjant si simboli miqësisë dhe bashkëpunimit mes Gjermanisë, Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë për mbrojtjen e mjedisit. Ai garanton plazhe të pastërta dhe një të ardhme më të shëndetshme për komunitetet bregdetare. Today is a landmark day for our city. We're gathered not just to inaugurate a new building, but to celebrate a new chapter for Himara. A chapter of health, sustainability and a secure future. Sot po inaugurojmë impjantin e trajtimit të ujrave të ndotura në Himar, një impjant shumë i domosdoshëm për turizmin dhe gjithë zonën e Himarës. Në Himar është investuar shumë në infrastrukturën rrugore, energjetike dhe në ujësjas, me futjen e këtij impjanti në punë, i cili ka kushtuar 10.5 milion euro dhe ku pastërtia e ujit arrin deri në 96% të nivelit të saj, ne automatikisht hedhim në det tani ujra pothuajse totalisht të pastër, të cilat mund përdoren jo më gjerë, por edhe për vaditje. Die Kapitel 27 është një projekt i rëndësishëm, kapitullit 27 për në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian, që është tema mjedisi, kanë filluar tashmë me këtë projekt. Kanalizimet ose ujrat e ndotur në Himar janë derdhur në ujë dhe tani këto do të filtrohen sipas standardeve të EU-s. Shqipëria është një vend partner i rëndësishëm i Bashkimit Evropian dhe neve si Gjerman jemi shumë të lumtur që të mund të mbështesim Shqipërinë edhe në implementimin e kapitullit 27 që ka të bëjë me temën mjedisi. 20 Umwelt umzusetzen. Autoritetet theksuan se impjanti do të ketë ndikim të drejtë për drejtë në ruajtjen e pastërtisë së ujrave të jonit dhe në përmirësimin e kushteve të jetesës për banorët e zonës, duke e bërë Himarën një model të menaxhimit modern mjedisor në bregdetin shqiptar.